Reforma territoriale po rikthehet në diskutim këtë ditë, janë 3 variante nga Partia Socialiste. A mendoni se kemi nevojë për një riorganizim të ri apo kemi nevojë për korrigjim të këtij modeli? Qartazi që ka nevojë për një rishikim, sepse reforma territoriale, më shumë se territoriale, ishte një reformë elektorale ajo që bëri Edi Rama. Fakti është që qytetarët sot nuk e ndihmojnë dot veten e tyre me Bashkinë Tiranë, për shembull një person që jeton në Kust, në Kashar, nuk mundet të vi çdo ditë, qoftë për një certifikat apo një shqetësim tjetër në Bashkinë Tiranë. Ato të qenë bashkinë edhe atje. Dikur kanë qenë komuna, sot mund të quhen bashki, ato janë çështje që mund të diskutohen. Fakti që Gjirokastra ka 7 bashki, ndërkohë që qarku i Tiranës i ka, mos gaboj, 3 bashki, 4 bashki, është absurde. Pra kemi të bëjmë me një reformë elektorale dhe jo reformë territoriale. Qytetarët kanë nevojë për një reformë territoriale që të afrojmë ndihmën, shërbimin tek shtëpia e qytetarit. Kurse këta kanë idenë që ju duhet të vini tek ne të udhëtosh me kilometra për të ardhur deri atje. Për të rastin në Mokur që duhet të nisen nga Slabinja, që është 1300 metra mbi nivelin e detit, dhe të zbresin deri poshtë në Pogradec duan 2 orë për një certifikat. Pra është një absurditet. Të flasim pastaj për çështje tjera, qoftë në Bashkinë Lushnja, në Divjak dhe në Fierë që janë po të njëjtat problematika, që është përhapja gjeografikisht aq e madhe e këtyre qyteteve sa e pamundson shërbimin për t'ia dhënë qytetarëve. Nëse nuk ke interes të shërbesh qytetarëve, normal që të pëlqejë që një reformë territoriale ta kesh në elektorale.